Iqbal e Huduti, unë musliman shqiptar, 2 jatë për shka i kanë, edhe emisioni Kosova Today. Ekziston Kosovë një emision i cili quhet Kosova Today, që transmetohet nga Kosovë. Që ky emision është gjysmak. Informon ka pak, s'mujna më thonë që s'informon. Me eduku nuk vjen shprehje, amo një qëllim me përmbush 100%. Ani pse nuk përputhet me emisionin televiziv, po e përmbush. Përqamjen, senzacionin e ka produkt kryesor. Në qëtë emision, siç po besoj keni po, trajtohen gjithë temat e njëjta. Feja, identiteti kombëtar edhe historia. Për çdo tema që janë trajtuar janë 1 milion herë, thirrën gjithmonë janë 1 milion herë njerëzit e njëjtë. Normalisht për me dhes, ose shkon për përformen pak edhe islamin. Shtin e islamin, kalle debatin, për qoj, merë shikime. Që për shembull me çka merren. Jetojnë si të krishterë, varrosen si musliman. Haj me det, ti çfarë teme e madhe kjo. Ulum tim, është lidhja e Prizrenit shqiptare apo osmane? Këto janë tema që krijojnë ma shumë përqarje se sa kuptim, ma shumë dramë se sa të vërteta. Për miro shkurt kësaj pune, që është ka thonë Neil Postman, kjo është arktim deri në vdekje. Këta janë arktu me rastin e festim Misufit. Që kjo emision, qita moderator, qita njerëz, kur e thashtë fjali, po më shkon menja të një personazh i vetëm, që këta e kanë specialitet. Për kënd tjetër, pos Iqbal e Hudutin. Para mendoni, në çdo emision, ku përmenet islami, e pranishme është Iqbal e Huduti? Ani, qa ka të keqe? Amo kush e shpolli Iqbal e Hudutin zëdhënësve muslimave në Kosovë? Cilin institucion e përfaqëson ajo? A din kush më tregu? Iqbal e Igi, ti fol sa dush, amo ju në emrin te. Si do qoftë, faj nuk kiti. Nashta askruni e jehuna, moderatorët që udhëheqin emisionin Kosova Today. O fojnë për këtë punë e ka regulatori, komisioni i pavarur i medjave, që i kam shel syt, e i kam shel edhe vesht, edhe nuk po donë me po qka të ndullë në këtë emision. Pse qka ko ka të ndullë? Që po ja u tregoj veç disa shkelje që gjithë qysh gjinë në këtë emision. 100% hika ronës. Është një kod i ofruesve të shërbimeve mediale që e ka hartu KPM-ja. Në një teti këti kuedi flet për programet fetare. Kosova Today në parim nuk është program fetar. Amo, nëse vazhdimisht trajton tema tilla, çka po jeta emision? Sepse veç informativ nuk është, veç edukus nuk është. Nëse merret vazhdimisht me tema fetare, atëherë lirisht mujna me quajt program fetar. Por programet e tilla, KPM-ja e din çka thotë. Që kur një religion apo emërtim fetar është temë diskutimi, atëherë identiteti, religioni dhe emërtimi duhet të jetë i qartë për publikun. Por me e thonë trup, qofse musafirja flet nga perspektiva shiite, gjithçysh dohet me tregu edhe me botë qartë këto në emision. E jo me mendu që ajo flet në emër të krejt muslimanve. Apo mbas edhe thirrja që botë është e qëllimshme. Ku i dihet? Sepse gjithmonë po është ajo e kur kush tjetër. Dhe tjetra shkelje është nxitja e urrejtjes dhe gjuha vulgare ofenduese që përdoret këtë emision. Të dyja sipas kodit janë ndalume. Të dyjat i gjen gatin e pothuajse se cilin emision të Kosova Today. Nuk po mëj me publiku për shkak të drejtave që i ka televizioni. Sepse kush do që është interesuar më mja gjetë me 10 fakte të tilla me parasit ku ka gjuhë të urrejtjes, ku ka edhe ofendime. Bile, ka herë është sikur meq, do të më qu, tash moderatorja me ndo ata. Deri këtu kam rri debati në këtë emision. Media duhet të informoj,
do të edukoj që besa edhe të arktej. Amo, kurse si të përqaj. Kosova Today është modeli për këto të fundit. Shënjestër.net